Një skandal i rënd ushqimor është zbuluar ditët e fundit, ku një kompani private ka importuar produkte ushqimore që përmbanin bakterinë e salmonelës, më konkretisht fileto pule. Policia ka shpallur në kërkim administratorin e kompanisë, ndërsa ka proceduar penalisht vëllain e tij dhe 3 inspektorë të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Sipas njoftimit të DVP Tiranë, 50 vjeçari Arben Goxha, administratori i kompanisë, dhe vëllai i tij Mondi Goxha, 53 vjeç, kanë futur në vend sasi produktesh ushqimore të kontaminuara, të cilat më pas u lejuan për tregtim nga inspektorët e AKU-s. Në këtë skem janë përfshirë edhe 3 inspektorë të AKU-s: Gëzim Hushi, 38 vjeç, Sada Lufta, 42 vjeç dhe Aldo Sinjari, 46 vjeç, të cilët dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën, duke mos parandaluar daljen e këtyre produkteve në treg. Importuan produkte ushqimore të cilat në përmbajtje të tyre kanë bakterinë e salmonelës. Shpallet në kërkim administratori i kompanisë dhe procedohet penalisht vëllai i tij për veprën penale: importimi, prodhimi, shitja dhe ruajtja e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Procedohen penalisht edhe 3 inspektorë të AKU-s për veprën penale shpërdorimi detyrës. Seksioni për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në DVP Tiranë, në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, kreu veprime hetimore e procedurale në lidhje me rastin e futjes në vendin tonë të një sasie produktesh ushqimore me përmbajtje të salmonelës dhe në vijim të veprimeve u bë shpallja në kërkim e shtetasit AG, 50 vjeç, administratori i kompanisë private, si dhe u proceduan penalisht shtetasit MG, 53 vjeç, vëllai 50 vjeçarit, GH, 38 vjeç, SL, 42 vjeçe dhe AS, 46 vjeç. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se shtetasi AG, në cilësinë e administratorit të kompanisë, së bashku me vëllain e tij shtetasin MG, kanë importuar produkte ushqimore ku në bazë të analizave nga institucionet përkatëse kanë rezultuar se në përmbajtje të tyre kanë bakterinë e salmonelës. Shtetasit GH, SL dhe AS, në cilësinë e inspektorëve të AKU, me veprimet dhe mosveprimet e tyre, kanë lejuar futje në treg të këtyre produkteve. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë Tiranë për veprime të mëtejshme, njofton policia.